Zoj me ko, ma shumë, po kjo të regon njerë se nuk është puna që ato që janë aty meren me investimet e huja. Jam i sigur që shumica asë nuk e din, asë vërnecin, asë jo projektit. Ajo është proteste pak nëjqësisë. Aty ka njerës që vidin sepse kuptojnë që i ka majtë hunit me këtë qeverisë që kuptojnë. Qysë se s'kam besim kjo opozita zyrtare. Edhe prandaj janë aty. Tashi një gjë bëhet se bep. Gjithë botën ka shu, politika nuk është lineare. Kuptoni, ka këto majët e vete. Kjo është një nga këto majët që edhe mund të ndodhi. Ato që janë atje sot 5-6.000 veta mund të bëhen, ku e di unë, mas një javë, 10 ditësh mund të bëhen 50.000. Atje ndërgjegjësohen dhe tjerët që e kuptojnë që ore këtu të shqip. Punët nuk shkojnë mirë. Ato janë atje se Shqipëria ka pak nëjësi të madhe, jo thjesht për një projekt. Projekti është, si thush, lakmosi që të regon që ka hudhë që ka ndryshu në gjyrën aty. Që punët janë të zeza.